Jemi këtu në studio për të folur për një tjetër ndodhje, një tjetër ngjarje të djeshme, ku një aksident ka ndodhur dje në aksin Pej Kuqisht, ku një gur i madh ka rënë mbi rrugë dhe ka dëmtuar një vetur. Do të flasim në përgjithësi për gjendjen në atë pjesë, sepse natyrisht këta guret e mbetur në këto rrugë paraqesin një rrezik për qytetarët dhe ngrisin një lloj shqetësimi. Jemi bashkë me Agronishin, drejtor për punë komunale dhe shërbime publike në Pej, të cilin e kemi drejt për drejt dhe dëshiroj mirëseardhje. Mirëseardhje Agron. Mirë se ju gjeta. Faleminderit shumë për kohën. Duke qenë se natyrisht ajo rrugë është shumë e vizituar, le ta themi, ka shumë qarkullim, cila është situata sot pas asaj që ndodhi dje, Agron? Po, tash kryesisht ditë qendrit zona Rrugovës po është mjaft e frekuentuar nga turistat, edhe të qytetit edhe të huaj. Kjo rruga, domethënë nacionale, nuk është kuadër komunës Vlen në Cek fillimisht, është rrugë nacionale e cila është në menaxhimin e Ministrisë Infrastrukturës, është Pej Kuqisht, Bog, Shkrell dhe vjen prapë në fshatin Kushtetan lidhet tek uji Rrugova aty. Gjendja momentale në këtë rrugë nuk është mjaft e mirë, është mjaft shqetësuese. Ne jemi munduar që sot të komunikojmë edhe me policinë edhe me zyrtarët e Ministrisë Infrastrukturës që në atë pjesë të intervenohet sa më shpejt. Po ashtu i kemi edhe rrugë lokale që janë në menaxhimin e komunës. Ne jemi me ekipet e mirëmbajtjes aty nalt për që jemi në gjendje gatishmërie që këto rrugë lokale të jenë pastruara edhe nga bora, po ashtu edhe nga shitjet eventuale që mund të jenë pas rreshjeve të borës së Shqipërisë. Po, nga informacionet që keni marrë, saktësisht dje çka ka ndodhur, sa kemi parë të lënduar nuk ka pas, që është shumë e rëndësishme, absolutisht përveç dëmtimit të veturës. Qaj sa kemi informata na, domethënë nuk ka të lëndum, edhe nëse ka jo diçka ndonjë gjendje serioze, po nuk më me ditë saktë apo zyrtarisht që është gjendja deri këtë moment. Sa i përket lëndumit. Po, sot është e kalueshme kjo rrugë? Po, momentalisht kemi informata që është e kalueshme. Ndërkohë, çfarë hapa konkretisht janë marrura, sepse Agron e kemi parasysh që kur kemi ndonjë ngjarje të tillë gjithmonë natyrisht le të themi ka hapa që duhet të ndërmerren më serioz. Konkretisht çka po bëni? Po është mjaft e vështirë për ne si komunë, ne dhe na mbetet vetëm të lajmërojmë organet e përgjegjëse, me komuniku me policinë, me mbikëqyrësat e ministrisë, me informu pasi që është në territor komunës Pejës, po është rrugë që menaxhohet nga ata dhe na si komunë nuk kemi drejt të intervenojmë në këtë rrugë, e cila ka shkakton probleme tash në kohë, është gjendja mjaft shqetësuese, u pa edhe dje, mundet me ndodhë edhe sot dhe nesër do ndonjë fatkeqësi në atë rrugë. Po a ka, me që po ngritni këtë shqetësimin, a ka një bashkëpunim të mirë me këto institucione edhe me kompaninë që kanë për detyrë të merren me këto problematika, Agron? Po tash, na kemi komunikim kohë pas kohë me ta, kryesisht me policinë, pasi që policia regionale është në ato pjesë duke frekuentuar dhe ata ju bojnë thirrje edhe na ministrisë të intervenoj, po në gjendja kësaj rruge momentale që është mjaft e rënduar për shkak se ajo duhet bëhet një studim fizibiliteti dhe të bëhet një projekt detaj 25 km dhe të rindërtohet në tërësi, pasi që edhe me largimin e burgut nuk është ndonjë zgjidhje që bëhet momentalisht në atë rrugë. Kështu që ne jemi të gatshëm si komunë të bashkëpunojmë me ministrinë dhe të ju ofrojmë ata që na përket neve që kjo rrugë të rregullohet dhe të jetë ashtu si shikohet një rrugë nacionale dhe një rrugë që është në një zonë turistike që e ceka në ditët vikendit, po është mjaft e frekuentuar nga turistat huaj që nuk e njohin atë rrugë dhe po vinë deri te këto incidente. Agron, më pret vetëm pak sepse jemi edhe zotriun Fadil Gashi, apo jo nga policia e Pejës. Zotri Gashi, përshëndetje. Përshëndetje edhe për ju. Faleminderit shumë për kohën. Të lutem për fillim ndonjë informacion për sa i përket rastit të djeshëm që ka ndodhur. Ka pasur të lënduar apo vetëm ka pasur një dëmtim të veturës? Po, dje rreth orës 12 policia është njoftuar se në rrugën Pejë Rrugovë, në kilometrin e 8, disa persona e lënduar në vetur gjesa ishin duke lëvizur. Ka rrëshqit një gur dhe ka goditur veturën. Të lënduarit me njëherë jenë dërguar në spitalin rajonal në Pejë, të cilët jenë trajtuar dhe të njëjtit kanë qenë jashtë rrezikut për jetë, mirë po kanë pësu lëndime, 4 persona, gjithë familjar, në vend ngjarjes kanë dalë njësitë kompetente për të shiqur vendin e ngjarjes dhe për të kuptuar për rrethonat se si ka ardhur deri te
incidenti. Pra, në vetur kanë qenë 4 persona, që të gjithë familjar, kanë dëmtime, po janë jashtë rrezikut për jetë. Kjo është e rëndësishme. Në rregull. Po. Të çfarë moshe nëse mund të dim familjarët? Familjarët saktësisht moshën nuk e din, po janë bashkëshortë ato. Po. Dhe fëmijët e tyre, 2 fëmijë. Në rregull. Në këtë rrugë, sa më herët ka pasur raste të tilla dhe sa jeni përballur me këtë problematik, zot Rigashi? Po, kemi pas vitet e fundit, mirë po jo me të lënduar, nuk kem pas me persona, këto vitet e fundit ky ka qenë një prej rasteve më të rënda që kanë ndodhur. Mirë po është fat që do të personat kanë shpëtuar jo me lëndime të mëdha serioze. Po. Mirë, zot Rigashi, ne ju falenderojmë, kishim shumë të rëndësishëm për të marrë këtë informacion, për të ditur mbi gjendjen e tyre, kështu që falenderoj që u lidhët. Falenderoj juve. Shumë falenderit. Agron, pra kuptuam detaje për sa i përket gjendjes, siç e treguan edhe nga policia, kanë qenë 4 persona, si gjithë familjar, janë jashtë rrezikut për jetë. Kjo është shumë e rëndësishme. Nga ajo që thamë më herët, pra situata është më alarmante dhe urojmë që të bëhet shumë shpejt diçka që kjo çështje të mos mbetet në dorën e fatit, apo jo? Po patjetër, ne si komune do të thonë jemi të gatshëm që të ofrojmë gjithçka që na takon neve dhe jemi të gatshëm të intervenojmë në ato rrugë lokale ku ne na takojnë si komunë. Po ashtu jemi të shqetësuar edhe për gjendjen e rrugës nacionale, pasi që kjo rrugë është territorin e komunës së Pesë e ceka edhe më herët, kështu që se besoj se ministria shumë shpejt do të marrë hapat e nevojshëm që kjo rrugë të bëhet një projekt detaj dhe të nderohet në tërësi dhe tjetë e sigur për gjithë kalimtarë. Çka konkretisht është urgjente në këtë rrugë nacionale, Agron, për të ndërhyrë dhe për të bërë? Për ordinat falë? Po, çka është urgjente për rrugën nacionale që të bëhet? Po, rruga është, du më thonë, gjendje të rondë, në thonë, nga këtu kilometrit i 3 deri në fshatin Kuqisht, është me të vërtet në një gjendje shumë të rondë, për shkak se me ndryshim të modit, kur ka shirat në vata, kur mund të lëvizë dhe mund të ketë edhe pasojat në veturën e të ardhmen, gjë e cila nuk bëhet vetëm me mirëmbajtje, po e ceka soherë që duhet të bëhet një projekt detaj dhe të ndërrohet në tërësi traseja rrugës. Atëra, Agron, cila kish me qenë një lloj thirrje, le ta themi, për ata që kalojnë andej, edhe pse tash po e themi kur mbetet në çështje të fatit dhe është rreziku, është goxha problematike kjo. Po cili është kujdesi që duhet ta tregojnë atë pjesë kur kalojnë? Tash, na e dim që jemi në sezonën e dimrit edhe ka rreshtit borës gjatë gjithë kohës, nuk kisha po thirrje që gjithë vizitorët të sparit janë pajisur me gumat e dimrit kur dalin në zonën e vjeshtë të rrugovës, po ashtu televizin me kujdes të shtuar dhe nëse shohin ndonjë rrezik të lajmërojnë organet kompetente dhe duke filluar nga Nini 2 i policinë e Kosovës, neve si komuna apo kënd tjetër. Mirë, Niksi, faleminderit që u lidhët. Faleminderit shumë. Faleminderit.